Faleminderit të nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, media, qytetarë të Republikës. Nuk e pata ndërmend ta marr fjalën, por pasi që doli deputeti i Partisë Demokratike dhe tha se është seancë antikushtetuese, unë kam një problem se ati besoj Arsim Bajramit, ati besoj përparim Grudës. Bashkëthemeluesit të Partisë Demokratike, hartuesit të kushtetutës, profesorët të fakultetit juridik, i kam një 30 sekonda se çka thot në emision zoti Bajrami se a është seanca antikushtetuese apo jo për buxhetin në rast se nuk kemi qeveri. Desha ta lëshoj me video sepse do të thonë që me citu nuk bën, se nuk është e vërtetë. Ja se çka thot profesor Bajrami për këtë seancë. Atër spaku do të marrë një mbledhje e Kuvendit Kosovës, ku do të votoj komplet pakoja e marrëveshjeve ndërkombëtare, do të deblokoj Kosovën sa i përket integrimit evropian dhe do të gjinde një zgjidhje buxhetare. Përfshirë këtu edhe gjendjen e punëtorëve të radio televizionit publik apo radio televizionit Kosovës. Por po shihni se kemi një apati politike dhe s'po kemi asnjë reflektim të përgjegjësisë që parlamenti pas nesër do shpërndohet, por do s'kemi qeveri, po të ketë një vullnet politik, nesër do të mundet të marrën dy seanca, seanca parë kur konstatohet se ka dështuar zgjedhja e qeverisë, dhe pastaj të lejohet të marrë një seancë ndoshta në mbrëmje, grupet parlamentare të takohen dhe të gjejnë modalitetet ligjore dhe Çka po do të thonë është që i kemi pra dy deklarata, një profesor, një hartuesi kushtetutës, i cili thot nuk është asgjë antikushtetuese dhe ju kisha lut edhe opozitës të cilën e ceku edhe më herët zoti Murati që nga zyret e Kuvendit të Republikës Kosovës të vinë e të votojnë buxhetin dhe mos të lanë Prishtinën në kollaps, zgjilonin radio televizionin e Kosovës dhe institucionet tjera zupën po tokun dhe të gjitha tjera çka mund besin pa paga. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit, të nderuar kolegë deputet, nuk kemi deputet tjerë që kanë kërkuar fjalën. Sa për informacionin ndërpres diskutimit këtu, seanca mbetet e hapur, në rast se kemi ndryshim të qëndrimeve, edhe unë ju bëj thirrje gjithë subjekteve politike, deputetëve të Kuvendit, që ti bashkangjiten, gjithë deputetëve tjerë që të mbledhemi dhe te kalojmë pra këto ligje që janë me rëndësi jetike për gjithë qytetarët e Republikës. Faleminderit.